Dubai streha e sigurt për ata që kërkojnë të shpëtojnë drejtësisë, por edhe për ata që duhet të ishin tashmë pas hekurave, sot duket se është kthyer në një port të dorëzimi. Miti i Dubait ranë në 14 gusht të vitit 2024 me rikthimin në atë të Plaren Dervishajt dhe Julian Meçajt. Të dy akuzohen për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doi, ku mbeti i vdekur shoferi i këtij të fundit, Andi Maloku. Në 2 maj të vitit 2025 në aeroportin e Rinasit, zbret një tjetër i shumëkërkuar i drejtësisë, Florenc Shapja. Ai akuzohet si porositës për vrasjen e Ate Bir, Nezir dhe Gentian Beqiri. Ngjarje kjo e ndodhur në Elbasan në vitin 2012. Një muaj më pas, më 11 qershor 2025, mbërin nga Dubai në Shqipëri, vëllai i Nureddin Dumanit, Dashnor Dumani dhe Armis Stafa. Më 20 qershor 2025, sillen nga Dubai në Shqipëri 3 bashkëpunëtor të Talo Çelës, Ado Xhika, Ervis Daka dhe Maksim Koçi. Në korrik të vitit 2025, Deniz Bajri do të bëhej personi i radhës që u ekstradua nga Dubai. Bajri ishte shpallur në kërkim në kuadër të mega operacionit Metamorfoza, pasi akuzohet për vrasjen e Gjindoit. Në 2 tetor të vitit 2025, edhe reperi dhe tiktokeri i njohur Klevio Ahmeti, i njohur me pseudonimin Klevio, u ekstradua nga Dubai në Shqipëri. Një javë më vonë, më 14 tetor 2025, Dritan Alia Samar Shkëmbi, që dikur ishte pjesë e rrethit shoqëror të ngushtë me Plaren Dervishajn, u ekstradua nga Dubai. Edhe rasti më i nxehtë të precedent Bami përfundoi me ekstradim. Durim Bami, i njohur ndryshe si i Forti i Niklës, u rikthye në atë mbrëmjen e djeshme 26 shkurt.